Këshilli Bashkiak i Elbasanit ka miratuar në mbledhjen e radhës krijimin e shoqërisë tregtare eko-rurale Elbasan SHA, iniciativë që sipas shumicës synon zhvillimin e sektorit bujqësor në territor. Kryetari i Bashkisë Gledian Llatja cilësoi këtë vendim si një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të bujqësisë, duke theksuar se shoqëria do të shërbejë si një model i ri organizimi dhe menaxhimi. Sot në fakt është një ditë e rëndësishme sidomos për bujqësinë në Elbasan, pasi po ndërmarrim një akt për themelimin e një ndërmarrje të mirëfillt tregtare, e cila më pas i hap rrugën një sër bashkëpunimesh bujqësore. Kemi një plan ambicioz për sa i përket zhvillimit bujqësor në Elbasan. Kemi ecur me ritme të mira në pjesën kryesore të shtimit të prodhimit dhe të ekonomisë. Kemi pasur vite të mira dhe patjetër vite të këqija në bujqësi. Periudha fusha e Elbasanit kryesisht ka pasur një rritje të prodhimit bujqësor, një rritje të numrit të hektarëve me sera. Kemi gati në 5 vite 10 fishim të sipërfaqes së serave dhe gjithashtu edhe të prodhimit bujqësor. Ndërkohë këshilltarët e opozitës kanë ngritur shqetësime për mungesë transparence dhe analizash të mirëfillta. Këshilltarja e Partisë Demokratike Bianca Çopja deklaroi se projekti nuk shoqërohet me një studim të qartë tregu dhe paralajmëroi rrezik për përdorim politik të fondeve publike, si dhe mungesë mekanizmash për llogaridhënie. Në fakt, përteksa e fasadës bukur sa po dëgjuam, do thoja që sot nuk kemi përpara një projekt të mirëfillt zhvillimi, po kemi përpara një nis që synon të përdor para publike dhe të vendos ato në një kontroll të drejtë për drejtë politik. Dhe kjo është e papranueshme as në logjikën e thjeshtë të një SHA-je. Propozimi që na paraqisni sot flisi për një krijimin e një kompanie 100% në pronësi të bashkisë, por pa elemente minimal që janë një plan biznesi detajuar, pa një analizë të mirëfillt tregu dhe pa mekanizma të qartë, transparenca dhe llogaridhënie. Së pari, ekziston një rrezik real që kjo shoqëri të kthehet në një streh politike, ku punësimet dhe emërimet bëhen mbi baza klienteliste. E dyta, kemi një dobësim të kontrollit publik. Kalimi i aktivitetit nga administrata në shoqëri aksionere shpesh shoqërohet me më pak transparencë dhe me një rol më të kufizuar dhe real të Këshillit Bashkiak. E treta, ka një rrezik për abuzim me asetet publike. Vendosja në administrimin e pyjeve, kullotave apo seteve të tjera krijon hapësira për përdorim jo transparent dhe favorizime. Së katërti, parashikohet një kapital fillestar i konsiderueshëm pa u paraqitur një studim vizibiliteti i qartë. Dhe së pesti, në dokumentacion nuk përcaktohet qartë sa të ardhurar priten, sa vende pune do të krijohen dhe cili është afati i kthimit të investimit. Pavarësisht kundërshtive në sallë, krijimi eko-rural Elbasan u miratua me 29 vota pro, 2 abstenime dhe 4 kundër, duke i hapur rrugë zbatimit të këtij projekti nga Bashkia.